Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë vetëm për ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë sot me lenin Allahut të mënduar me kapitullin e radhës jues që kemi mbetur më herët në trajtimin e tij. Që kemi mbetur më herët në trajtimin e tij në kapitull që Imam Buhariu rahimahullah i ka përmbledhur në librin e tij El Adab al Mufrad. Në kapitullet e mëhershëm kemi trajtuar disa prej temave që kanë të bëjnë me shprehjet që besimtari i përdor dhe shprehjet që duhet të kujdesshëm nga to. Nga se njeriu përmes shprehjeve realisht edhe tregon edukatën e tij, tregon formimin e tij. Në bazë të fjalorit ti mundesh me vlerësu dikën sa është i dijshëm, sa është i pjekur, sa është i formuar edhe kundërta. Në bazë të fjalorit e kupton dikën se është ndoshta i ashpër, ndoshta është i nxituar, i papjekur e kështu me radhë. Në kuadër të kapitullit që flet për komunikimin, që flet për shprehjet, Imam Buhariu rahimahullah ka përmendur një kapitull i cili realisht nga një aspekt ka të bëjë me këtë temë, por nga një aspekt nuk ka të bëjë direkt me këtë temë. Këtë temë që flasim për të sot, domthonë nga një aspekt sikur ta trajtohet në këtë kapitull që flet për shprehjet dhe ndikimin e tyre tek njeriu, dhe në anëtë të trajtohet edhe në temat e tjera që ka të bëjë me gjykimin e Islamit lidhur me këtë çështje. Andaj Buhariu rahimahullah thot babul ghina wal lahu, kapitulli që flet për muzikën dhe fjalët e kota. Ghina është këndimi, me këndu, por që në esencë e ka për qëllim ai lloj këndimi që i shoqëruar edhe me mjete muzikore. Donë që në kohën e kaluar kanë qenë të caktuar, po edhe në këtë kohë janë të njohura. Se për këtë çështje së muzikës, domethënë jo këndimit, po çështja së muzikës që ka të bëjë me këndimin e përcjellur me mjete muzikore, në shumica dërmuese dietarëve, veçanërisht gjenerat e kaluara, 4 mëdhëbet, Imam Abu Hanife rahimahullah, nxënësit e tij, e pastaj ata pas tij, e kështu me radhë, në shumica dërmuese dietarëve, konsiderojnë se muzika është e ndaluar, haram. Dhe këtu kanë përmendur shumë arsye pse është e ndaluar. Buhariu rahimahullah ka marrë një aspekt të asaj që e bën muzikën të ndaluar me përmend të kapitullit që flet edhe për fjalët e kota edhe për veprimet boshe, kota, të pafrutshme. Andaj e ka përmendur ghina edhe lahu, argëtimi dhe këndimi. E ka futur tek kapitulli që flet për shprehjet e pahishme dhe të pakëndshme. Nëse të ndërozër zakonisht e dim se këndimi në esencë dhe muzika në veçanti, përmban vetën e saj, jo rrallëherë përmban shprehje të pahishme, u këndohet gjërave të ndaluara, u këndohet gjërave që nxisin epshin, që nxisin konflikte mes njerëzve e kështu me radhë. Andaj gjitha këto që njerëz mund t'i marrin për argëtim, në esencë mund të jenë për ta shkatërrim, mund të jenë për ta dëmtim. Prandaj edhe keni pa, zakonisht ndodh, mos të hym në detajet e përjashtimeve, por zakonisht ndodh, domethënë, ku ka muzikë, ku ka këndim, ka përzgjidhje, burra grash, ka alkool, ka edhe konflikte, ka probleme e çështje të tjera që janë të njohura edhe për kohën tonë, por edhe kohën e kaluar. Prandaj nuk dua tash të shohem në diskutimin e dietarëve lidhur me çështjen e muzikës, nga se thash shumica dërmuese e dietarëve, shejkuj me radhë, deri në kohën e sotshme e kanë konsideruar të ndaluar çdo lloj këndimi i cili është i shoqëruar me mjete dhe instrumente muzikore.
Ka disa dietarë që janë shumë pak të kaluarën, po edhe sot bashkëkohor që e lejojnë, por edhe këta që e lejojnë me kushte shumë të, kufizuara, në situata të kufizuara, përmbajtja tjetë e moralshme, tjetë jo me dominu jetën e njeriut, me ndëgju ma shumë muzikë se Kur'an, i kanë do kushte që edhe ata që ndoshta mundën me mbështet në mendimet e këtyre dietarëve, mbështet ndoshta vetëm me gjykimin final, po jo edhe në kushte që ata i kanë përmendur. Prandaj shumica thash dërmuese e dietarëve, veçanërisht shekujt e kaluar, gati të gjithë dietarët kanë pasur një unanim rreth kësaj çështje. Buhariu rahimahullah këtu ka përmendur sa kapit disa transmetime që në bazë të transmetimit do të kuptojmë edhe për çka më konkretisht bëhet fjalë. Transmetimi i parë që ka përmendur është transmetimi që vjen nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka dalë një ditë në treg e kry punë të veta. Dhe aty ka qenë një vajzë duke kënduar. Po duke kënduar domthonë me atë që nuk është e lejuar me këndu. Atëherë ka thonë Abdullah ibn Umeri nga shokët e pejgamberit ka thonë inna ash-shaytana law taraka ahadan la taraka hadhihi. Sikur të kishte lënë shejtani dikën, pa ngacmue, pa deviju, kishte me lënë këta. Kjo e vogël. Po megjithatë edhe këtu ka ndikuar që përmes saj me e përhap sherrin. Domethënë e ka përmend se këndimi që ajo ka bërë, pse ka qenë e vogël, megjithatë, domethënë ka qenë prej asaj që Ibn Umeri e ka konsideruar të ndaluar. Të ndërruar, na sot shohim shpesh herë sa ka situata ndryshme që njerëzit bin konflikt për hapë droga, amoraliteti, dhe në analizat e bëra pse ndodh kjo, ka shumë arsye, ka shumë faktorë normal. Një nga faktorët kryesorë është edhe, është edhe muzika që ata dëgjojnë. Sa ka, tekste që na janë përcjell, jo që kemi dëgjuar, na janë përcjell e kemi lexuar, që ndoshta këngëtar që rinia jonë i njeh mos të madhe, e që i këndojnë më të madhe drogës, i këndojnë vrasjeve, i këndojnë heroizmave, heroizmave djallëzor, që shpihen në konflikt me të nisë, i këndojnë tradhtisë bashkëtorë, i këndojnë qysh një gru, shamo se e kalon burrin e ka ikë ose tjetra e kështu me radhë, gjëra që rresht janë në shpërputje totale me vlerat morale, me familjen, me aspekt njerëzor, me besimin, me parimin tonë e kështu me radhë. Për të arsye edhe ka thonë Ibn Umeri, shejtani nuk e lën kërkon që e ngan këtë lloj të argëtimit pa e deviju. Sikur të kesh lënë dikon kështu çikëshik bëra, sa është e vogël. Pse edhe këtë e ka ndikuar shejtani që të përzihet në këtë lloj argëtimi që është shoqëruar me veprime provokative dhe ngacmime të llojeve të ndryshme. Për me e fuqizuar mendimin e Buhariu rahimullah se muzika dhe këndimi dhe argëtimet e kësaj natyre janë të rrezikshme dhe bëjnë pjesë në atë që shariati e konsideron fjalë boshe, fjalë kotë, fjalë pa produktivitet, pa përmbajtje, pa përfitim, përmend edhe transmetimin e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili me një rast ka komentuar një ajet të surës Luqman. Ndërsa Buhariu këtu e ka përmendur transmetimin e Ibn Abbasit, edhe pse dy të kanë këtë mendim, Ibn Abbasi dhe Ibn Mesudi, në komentin e këtij ajeti ku Allahu azza wa jalla thotë: "Wa min an-nasi man yashtari lahu al-hadithi." Ka për njerëz që, blejnë ose shesin fjalë kota. Që shes fjalë kota? Kënon gjëra pa lidhje njerëz e paguajnë. Do njerëz çka blejnë? Me kom blenjeri me në të kuptim halal po flas. Me i këndu në heroizmin ndonjë rasti të caktuar nuk do të thotë njëri, po çka kënaj? Kënon gjëra pa lidhje. Ç'është e boshe? Çka ka mas asaj që dëgjon kurrë? Çka përfiton? A përfiton diçka moral, a përfiton diçka ndije, a përfiton diçka në raporte familjare? Jo kurrë. Thjesht një argëtim që ngacmon dhe provokon epshëm. Në fund jep para për këtë punë. Allahu azza ka thujt ka njerëz që blejnë e shesin fjalë boshe, fjalë kota.
Kur e ka komentu Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu në transmetimin e Buhariut, është ka dhe transmetime që kështu e ka komentu Ibn Mesudi, këta nga djetarët e sahabëve, këta nga njerëz të mëdhej të shokëve të pejgamberit alayhi sallam, e ka komentuar se fjala është për, domethënë, alladhina wa ashbahuhu, ka thonë këndimi dhe llojet e tij, llojet e argëtimit bosh të kotë që nxit epshin, provokon dhe shpijen në amoralitet, në pirje të alkoolit, në konflikte mes njerëzve e kështu me radhë. Andaj të nderuar vëllezër, është të transmetim që këta e ka përmend Buhari rahimahullahu kelam e përmend, dua të them që pejgamberi sa ka mësuar që besimtar morë me çka morë me fjalë duhura, përballje duhura, dhe mburojnë nga gjithçka që ngacmon dhe provokon epshin e njerit, e para. E dyta, duhet me di se çdo angazhim që e bëjmë, domethënë për të plotësuar nevojat tona me diçka të kotë, do të jetë në dëm të asaj që është e dobishme. Njëri që për shembull e gjen qetësinë në muzikë, e gjen për shembull pushimin në muzikë, nuk mundet me gjetë njëtën kur lexohet Kurani. Ase nuk mund as Kur'an me lexu, realisht, apo me dëgju Kur'an për shkak se e ka gjetë një tjetër alternativë. Andaj, Islami nuk lejon që njëri të ketë alternativë tjetër, çfarë do qoftë, që ja zaventson dëgjimin e fjalës së Allahut azza wa jall, që ja zaventson dëgjimin e Kur'anit, leximin e Kur'anit. Besimtari qetësohet duke përmendur Allahun, besimtari qetësohet duke lexuar fjalën e Allahut azza wa jall. Jo të qetësohet në, domethënë, tinguj të ndryshëm që realisht sigurisht shpesh herë janë të shoqëruar me përmbajtje që janë në shpërputhje totale me moralin e njeriu, në shpërputhje totale me vlerat e familjes, së shoqërisë, kështu me radhë. Mos flasim me ato që kanë për te kësaj dhe përmbajtje të mosbesimit, daljes prej fesë e tjera me radhë. Keni pa për shembull të njerëzit ku më shumë të mësojnë drogën me pi. Në këto koncerte, apo përmes muzikës, përmes këtyre këngëtarëve, rinia ku më sipër indoktrinohet me pi drogën. Shikoni për shembull sot në Kosovë statistika që i lexojmë për përdorimin e drogës tek rinia jon. Janë mbaramense. Edhe statistika zyrtare, realisht edhe sipas konkluzave të ekspertëve, janë statistika minimale, shumë më tepër ka. Po edhe po të kishte kaq shumë. Do në statistika pritet se janë dikon për 50.000 përdorues të drogës në Kosovë. 50.000. Ndërsa parashikoj që numri është ndoshta për 100.000. Para mëna, ku e ka mësuar ata këtë? Në xhami se ka mësuar apo? Në xhami do mësuar për drogë apo? S'besoj as që e ka mësuar. S'ka prind që mëson fëmijë me mësuar për drogë. Pas shkollë se ka mësuar, se shkolla se ka mësuar. E ku e ka mësuar? E ka mësuar në koncerte, në këngë, çdo pjesë e ka mësuar. Mund çta e ka mësuar për drogë? Nëse të gjithë shumica e këtyre, mos përgjithësoj pa. Shumica e këtyre që këndojnë këtyre antivlerave, vesëve rresht, janë përdoruar të rregullt të drogave. Edhe keni pa në përbohet për shembull, shumë nga ata që quhen esrada, elitarë të këtyre radhë, realisht janë të varur nga droga. Mos flasim nga alkooli, nga punët e pahishme këtyre radhë. Dhe nuk mund të jetë burim i vlerave, nuk mund të jetë burim i edukimit, i informimit, i mësimit të këtyre radhë. Droga është futur në shkolla pikërisht përmes, domethënë, organizime të ndryshme për argëtim e ahengje ndryshme të shoqëruara me muzika të kësaj natyre, ku rinia jonë është droguar, është prish, pastaj ka sjell drogën në shkolla. Ku tash fatkeqësisht dhe shkollat tona rrezikojnë nga përhapja dhe përdorimi i drogave. Dhe Islami na mëson që ti më të kujdesim larg me prej punën. Dikush të çka kongolen larg duhet me prej punën, se po e lë mua afro ngat, nuk i mundsi me e fërnu situatën. Nuk i mundsi me pas kontroll. Që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se duhet më rujt nga gjërat që jo ndaluara. Ndaluara do të largu moti. Pa ato që mund të jenë dyshimta, mund të jenë pak mjegulluara, se po futen mjegull, ta nuk din ku kemi përfunduar më. Prandaj ka përmend Ibn Abbasin e përmend edhe Ibn Mesudin, dhe shumë nga sahabët e pejgamberit se realisht shpenzimi i pasurisë në këto lloje të argëtimit është shpenzim i humbur, që njëri për të komodon llogari para Allahut të mënduar ato. Para Allahut të mënduar. Ne do të mësojmë që me dëgju rrëfime që frymëzojnë për trimni, që frymëzojnë për dashni, për respekt, që frymëzojnë për moral, por jo me dëgju këndime të shoqëruara me instrumente ndryshme provokative muzikore, që është
njerit janë gjallin epshin, apo i ngjallin edhe tjera anë të errta të tij që realisht nuk ka mundësi me e frenu vetveten, e pastaj në pamundësi të frenimit mund të eskalojë situata në prishje të moralit, në pirje të drogës, në rrahje, në vrasje e tjera me Allah na ruaj. Andaj tash Buhariu rahimullah këtë temën e muzikës nuk ka dashur me e trajtu këtu, se për muzikë ka shumë argumente, ka shumë domosdoshme që dietarët kanë bërë në librat e tyre dhe ku ka vendin kjo, por ka dashur që këtë temë e përmend vetëm në kuadër të trajtimit të problematikës së shprehjeve. Ku i gjejmë shprehjet e kota, i gjejmë këtu, sikur se kemi shpjeguar, e nga vendet që i gjejmë shprehjet e kota, shprehjet bushe, shprehjet që degenerojnë në shkatrojnë, i gjejmë edhe në këndime dhe në argëtime që realisht nuk janë të ndërtuara mbi bazat e moralit edhe mbi bazat e vlerave që na ka mësuar Allahu te barekuhu te ala. Të ndërruar vëllezër, Islami nuk na ndalon argëtimin. Islami nuk e ndalon që njeriu me gjetë një kohë edhe pak edhe me relaksu vetën e tij, pak me e disponu. Jo, larg asaj. Islami nuk është fe që besimtarët të gjithë më konë domon i zëmt, i mërzitur, larg asaj. Mërzia nuk është e kërkuar fetarisht. Me konë gjithmonë serioz. Jo, na edhe qeshëm edhe kemi kohë për relaks e për argëtim gjitha, por i tërë ky aktivitet të ndërruar i relaksit, i argëtimit, i këndimit duhet të jetë në përputhje me standardet e udhëzimit të shkollës, në përputhje me që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është më rëndësishme të kuptuar. Dhe ashtu në përfundim Buhariu rahimullah e ka përmend edhe transmetimin e Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, që thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi ka thënë një këshill, duke thënë afshu salama taslamu wal asharatu sharrun. Ka thënë pejgamberi sallallahu shpërndani selamin, dilin selamet. Në selami ju qënë selamet. Ndërsa fjalët e kota boshe, ku Buhariu e ka futur dhe këndimin, janë sherr për juve. Shikoni, pejgamberi sa e ka përmend dy mënyra të komunikimit, dy fjalor, dy lloj të shprehurit. Njëra është që na çon në paqe, na çon në komunikim të mirëfillt, na çon në dashni me zveti, respekt, selamet në çdo aspekt. Kur dikush selam aleikum, unë të ja do në gjithë mirë ati, i dëshon rahati, paqe, siguri, në kuptimin e selamit. Ndërsa fjalët kota, fjalët boshe, fjalët palidhi, fjalët e pamenume, janë gjithmonë sherr. E thash, nga fjalët palidhje e boshe janë edhe shumë nga këngët që këndohen, që realisht nuk përfaqësojnë asnjë vlerë njerëzore, mos thonë asnjë vlerë fetare. Prandaj, të ndërrozë, kjo është një kapitull që me të edhe këtë pjesë të shprehjeve përmbyllën, pastaj Buhariu rahimullah ka lënë në kapitull që prapë kanë bënë me mirësjelljen, por tash të formave tjera që realisht ne si besimtar duhet të plotësohemi edhe gjithmonë të jemi të formuar në çdo nivel që kërkohet, edhe në nivelin e të menduarit, edhe të shprehurit, edhe të vepruarit, të treguarit e kështu me radhë. Prandaj kjo është një shërim lidhe me këtë kapitull që Buhariu rahimullah ka përmendur. Andaj në përfundim edhe një shërim me rëndësi të ndërrozur se në kohën e pejgamberit ka pas poezi. Dhe është kënduar poezia. Kanë kënduar poezi në prezencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ajo poezi nuk ka qenë asnjëherë e shoqëruar me asnjë instrument muzikor. Asnjëherë. Përveç se në kohë Bajrami, domthonë ka pas vajza të vogla që i kanë dhënë defit, edhe kanë këndu, edhe pejgamberi ja u ka aprovu, është fest. Do si mjet, si instrument që e ka aprovu pejgamberi ka qenë defi edhe këtë për raste të gëzimit, jo për çdo rast. Po ka gëzim, ka arsye, e kanë përdorur defin apo. Ndërsa për tjera mjete dhe instrumente, edhe pse kanë qenë në atë kohë prezente, nuk u transmetueshë, e ka leju apo i ka përdorur dikush në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe poezia është recituar, por nuk është kënduar me instrumente muzikore. E para, e dyta, poezia që është kënduar ka qenë poezi që do bën me dashur Allahun azh. Do bën me dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do bën me dashur babën, nonën, do bën me dashur vënën tonë, do bën me
urrejt armikun, të bën guximshëm, të bën trim për betejë, për lufta të shumta. Kjo është rezultatu dhe kjo është këndu në prezencën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe këtu janë realisht ato këndime që duhet realisht ne edhe ti këndojmë dhe t'u lexojmë fëmijëve tonë, domthonë që i mbushim me moral, me fisnikëri, me guxim, me gjithë ato që duhet të edukohet në frymën e saj, edhe djali, edhe vajza. Nëse fjalët e kota, fjalët boshe, fjalët domthonë që degenerojnë, që shkatrojnë, që inkurajojnë për krim, që inkurajojnë për drogë, realisht nuk ka dietar islam që e ka leju, madje nuk besoj që mund të ketë dietar që një tërë dije në kokën e tij ka të çfarë do lloj profili dijes që mund të lejon një lloj argëtimi të kësaj natyre, ku përmes të argëtimit realisht promovohet e keqja, droga, shkatërimi i familjes e shumë pasojë të tjera të paparashikueshme që vijnë nga organizimet e natyrave të tilla. Allah na ruaj rinin ton nga gjitha këto oferta dashakeqe që fatkeqësisht domthonë u mësojnë të keqen, u mësojnë me braktis shkollën, u mësojnë me ipi prindve, mos me ngu prindët e tyre, mos me respektu më të vjetrin, e tjera vese që fatkeqësisht po mbillen tek rinia jonë përmes emisioneve degeneruese sikurse e keni pa, përmes domthonë programeve shkatërruese për familjen, fatkeqësisht të promovuara nga kanalet me shtrirje të mëdha në vendin tonë. Edhe pastaj të grupeve të ndryshme muzikore që realisht nuk dinë çka me promovu përveç se shkatërimit, degenerimit, humbjes së moralit, rrahjeve, vrasjeve e kështu me radhë. Allah na ruaj rinin tonë nga gjitha këto e na bëf që të jemi të edukuar edhe në shprehjen tonë, por edhe në argëtimin tonë të kemi të organizuar dhe koordinuar në frymën asaj që na ka mësuar Allahu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kaq për këtë pjesë, vazhdojmë inshallah tutje me kapitujt e tjerë. Allahu ju ruaj, ju mbrojë nga çdo e keqe. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.